ndoni një çështje e cila do donte absolutisht një hapësirë dhe një vëmendje dhe është diskutuar shpesh herë, njëjtë si edhe luftimi i korrupsionit në nivele të larta, që po ashtu edhe këtu shqiptarët kanë nevojë ndoshta të dëgjojnë më shpesh për shkak të gjithë atyre dhe çfarë mund të kenë kaluar. Një detaj që ndoshta do doja prap një koment nga ana juaj, mungesa e zonjës Spiropali dhe zotit Xhafaj është një tregues se çfarë po ndodh brenda radhave të socialistëve? Unë besoj që ke Partia Socialiste ka kohë që ka probleme. Personalisht vetë kam thënë që në fund të mandatit kaluar që Partia Socialiste ka mbyllur misionin e saj, sepse nuk është më parti e majtë. Ashtu si Partia Demokratike nuk është më parti e tjaftë. Të dyja këto parti në një farë mënyre e mbajnë të shtrënguar fort, të themi, gjendjen e vendit tonë, qoftë për sa i përket demokracisë, qoftë për sa i përket sistemit zgjedhor, qoftë sa i përket të themi reformës territoriale dhe tjera. Dhe ku jemi sot, reformat janë në ngërç, dhe ato shtyhen pa fund. Po të përgjigjem direkt për pyetjen, unë po them që trimërimi i tyre është, të themi, trimërim ende i padukshëm. E dini pse? Sepse nëse do të bësh një akt ku ti tregon qëndrimin tënd, e bën nëpërmjet një deklarate. Dhe jo deklaratë Facebooku, po deklaratë publike me letër. Nëse keni vënë re sot shteti jonë më shumë vepron me, të themi, me rrjetet sociale, sesa me dokumentin zyrtar. Ajo mbetet. Dhe në këtë rast, zonja Spiropali ka bërë një shmangje të vogël, duket që ka pakënaqësi, por mos harrojmë diçka. Ka marrë nga qeverisja socialiste gjëra që as në ëndrrën më të qartur nuk do arrinte ti mendonte ndonjëherë. Kryetare e kuvendit, ministre, patjetër duhet të jetë. Të mendosh që në Shqipëri ka intelektual, ka njerëz me integritet, ka pasur dhe ka politikan, megjithëse fuqia e zotit Rama dhe fuqia e zotit Berisha i ka sfumuar fare individet, por që pothuajse ngelen anonim, ndërsa zonja ka marrë shumë gjëra. Unë mendoj nuk është se më ka bërë përshtypje shumë personalisht kjo pjesa e Kashillëkut që po bën për momentin. Më besoni diçka. Në momentin që zoti Rama thjesht do i drejtohet ose do i tërheqi vëmendje, do i shikoni që do i keni në resht atë dhe këdo. Sepse fuqia e zotit Rama është fuqi tashmë e pa kontrolluar. Jo fuqi e madhe, po aq e madhe sa nuk mund të kontrollohet dot.